I nderuara të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, sot është data 1 qershor, është një fillim muaj i ri dhe Kisha Ortodokse ka traditën e saj që në çdo datë 1 të muajit, ajo e bekuan muajin me anë të ajazmos ose ujin e bekuar, të cilën e krishterë ortodoks e shenjtërojmë në Kishë dhe me bekimin dhe uratat që jep Kisha nëpërmjet prifterive, e marrim të ujë, e çojmë në shtëpi, e përdorim për ta pirë çdo mëngjes esëll si një shenjtërim për shpirtin dhe për trupin dhe spërkasim edhe ambientet e shtëpisë dhe orën ditë që neve duam t'i shenjtërojmë. Kjo është një traditë që duhet ta keni parasysh dhe këtë na këshillojnë etrit e Kishës. Sot jetojmë në një kohë kur është shumë e kontaminuar, pra natyra është shumë e prishur për shkak të ndotjeve atmosferike, rrezatimeve, helmeve, në ajër, në ujë, në tokë, tek ushqimet që ham, të cilat janë modifikuar gjenetikisht, janë me helme, pesticide e të gjitha. Të gjitha këto krijojnë probleme shumë të mëdha në shëndetin tonë. Prandaj, dhe sot janë rritur sëmundjet, po ashtu dhe industria e farmaceutikës, që është një industri më vete, që i fut njerëzit në një rreth vicioz, madje sot ka mendje diabolike, të cilët shpikin në laborator mikrobe, viruse dhe i hedhin që njerëzit smuren dhe pastaj shkojnë blejnë ilaçet, pra jetojnë në një botë të prishur, ku sundon e keqja. Prandaj na duhet fuqia dhe hiri shenjtërues i Zotit, i cili gjendet në Kishë. Këtu në Kishë neve që quhet shtëpi e Perëndis, ne takojmë me Perëndin. Dhe jo vetëm bashkëbisedojmë me Perëndin, ne bashkohemi me Perëndin dhe marrim fuqinë e Perëndis, jetën e Perëndis. Në misteret e Kishës dhe sidomos në misterin e falënderimit hynor, që marrim përndjesën e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Por dhe diçka tjetër që ne nuk duhet të harrojmë. Siç e thash dhe në fillim, ne marrim edhe ajazmon ose ujin e bekuar. Duhet ta keni tradit, ta vendosni në shtëpi tuaj që ajazmon jo vetëm 6 janarit, që e marrim në ditën e pagëzimit ose Theofanis, ditën e pagëzimit të Krishtit, por dhe në çdo fillim muaji të merrni ujin e bekuar dhe ta mbani në shtëpi dhe ta përdorni, si thash, esën në mëngjes. Të pini një gotë ujë të bekuar çdo mëngjes. Dhe këtë e thon shenjtorët, e përmend Shën Serafimi, e përmend Shën Lukai Krimes dhe është një traditë e Kishës shekullore. Madje Shën Jakobi i Caliqasit këshillon gratë të cilat merren me gatimin, në shtëpi, që të mbajnë aty ku ato në kuzhinën e tyre ku gatojnë, të mbajnë një shishe me ujë të bekuar dhe sa herë që të bëjnë një gatim të hedhin nga ky ujë i bekuar në gjellën që gatojnë, sepse kjo shenjtëron gjellën, por të largon këto, pra, siç thash, helmet ose çdo gjë që është e dëmshme për organizmin. Këto janë gjëra praktike që ne duhet t'i bëjmë. Perëndia na ka dhënë gjëra të jashtëzakonshme, me fuqi të jashtëzakonshme, jetë të dhënëse, dhe që shkatrojnë çdo gjë të armikut, të dukshme dhe të padukshme. Po çështja është se ne pak i besojmë këto gjëra. Dhe neve shkojmë tek Perëndia vetëm kur s'kemi çfarë bëjmë tjetër. Pra, jemi rrekur nëpër spitale, jemi mashtruar fatkeqësisht ndonjëherë dhe nga mjekët, kemi harxuar të gjitha energjitë e parat dhe pastaj kujtohemi të shkojmë ne nga Kisha, të marrim një urat ose misteret e Kishës që janë falas, pavarësisht se ato kanë një fuqi dhe bëjnë mrekulli që njeriu nuk mund t'i japi asnjë ilaç dhe asgjë në kësaj bote. Por kështu është, njeriu në shumicën e rasteve nuk beson dhe duke mos besuar ai dëmton jetën e vet, shëndetin e vet, por edhe të familjarëve të tij. Ai që dua të them sot është dhe diçka tjetër. Sot është data 1 qershor. Data 1 qershor është dhe një traditë e vendosur 1950 ca në Moskë
të Kongresit Grave që 1 qershori të vendosi si dita e fëmijëve. Dhe kjo pastaj u përhap në vendet e lindjes dhe ka qenë dhe traditë edhe tek ne në Shqipëri që 1 qershori është dita e fëmijëve. Por pavarësisht se kisha nuk ka një ditë të caktuar për ditën e fëmijëve, është mirë të flasim sot për fëmijët, të cilët janë shumë të dashur tek Zoti. Tregohet një herë kur disa gra me fëmijët e tyre në dorë shkonin që t'i bekonte Krishti, apostujt që ishin burra, e thanë, ç'është kjo? Lere mos e shqetësoni Krishtin, t'i çoni fëmijët, merret me fëmijët Krishti. Por Krishti e dëgjoi dhe tha, lërini fëmijët të vinë tek unë, dhe mos i pengoni, sepse për të tillët është mbretëria e Perëndisë. Madje, kur njerë apostujt ishin duke u grindur se kush ishte i pari dhe kush ishte i dyti nga ata, Krishti mori një fëmijë në prerë dhe ju tha apostujve, në qoftë se nuk bëheni si ky fëmijë, nuk do hyni në mbretërinë e Perëndisë. Madje Krishti është shumë i ashpër. Kush skandaliz një nga këta të vegjëlit që beson tek mua, e ka pak gurin e mullirit në qafë dhe të mbytet. Pra, për çfarë po fliste Krishti? Po fliste konkretisht për fëmijët, të cilët ne prindrit na i ka dhuruar Zoti. Fëmijët nuk janë prona jonë, asnjëherë nuk do ta mendoni. Fëmijët janë dhuratë e Zotit. Patjetër që kanë elementin ton gjenetik, por është Zoti që lejoi që ata të ngjizen dhe të formohen e të linden, dhe na i dha si dhuratë për t'i menaxhuar fëmijët tanë. Një ditë Zoti do të na i marrë fëmijët tanë. Ka raste që i merr edhe kur prindit janë gjallë ose edhe mbas vdekjes së prindërve, sepse ka të drejtën t'i marrë se janë të tij. Dhe ne nuk mund t'i themi Zotit pse ma more fëmijën. Por Perëndia do na kërkojë llogari ne si prindër, si bët me fëmijët që u dhurova. Disa thonë dhe burre që unë kam lindur shumë fëmijë. Dakor, të lindër shumë fëmijë është një gjë e mirë, por edhe kafshët dhe çdo gjallës që shumohet lindin fëmijë. Por nuk është kjo. Nuk është të lindësh fëmijë, por çështja është të edukosh fëmijë. Pra, jo vetëm të interesohemi ana biologjike të fëmijëve, ose ushqimin, veshmbathjen, arsimimin e tyre, ose mirëqenien e tyre. Këtë e bëjnë edhe kafshët. E bën zogjt, e bëjnë çdo gjallës. Ajo çfarë ne dallon nga kafshët është që ti edukojnë fëmijët, jo thjesht që ata të mbijetojnë, por mbi të gjitha të besojnë në Perëndin, në Krijuesin e gjithë të dukurave të padukur, dhe në shpëtimtarin të veçanërisht të fëmijëve, Isu Krishtin. Në qoftë se një prind nuk e mëkon fëmijën e vet, duke filluar që në momentin që është në barkun e nënës. Pra nëna nuk lutet dhe nuk shenjtërohet në kish, që të shenjtërohet dhe embrioni, kemi filluar gjërat gabim. Madje mund të fillojmë që në ngjizjen e fëmijëve. Nëse një fëmijë nuk ngjizet me lutje tek Zoti dhe me vetdijen se jemi duke bashkëpunuar me Zotin në një akt krijimi për të sjellë një njerëz të ri në këtë botë, atëherë që aty ka filluar gjërat gabim. Dhe aq më tepër kur lind një fëmijë, nëse prindit nuk interesohen që këtë fëmijë ta kishërojnë, ta çojnë në kish, dhe ne kemi urata që në ditën e 8 prifti duhet thirrur që të bekoj fëmijën dhe t'i vendosi emrin fëmijës. Dhe pastaj mbas ditës të 40, fëmia duhet vinë në kish, t'i afrohet Zotit, të bekohet fëmia dhe nëna Leon, dhe pastaj duhet fëmia të pagëzohet e të bëhet i krishter. Nëse neve, aq më tepër kur jemi të krishterë, nuk i bëjmë këto gjëra, ne nuk jemi prindër. Thjesht jemi si ato gjallësat që lindin dhe shtojnë pjellat e tyre. Jo, nuk është ky prindi njerëzor. Prindi njerëzor është ai që e shenjtëron fëmin, ja çon Zotit. Dhe gjatë gjithë jetës prindi duhet kujdeset ta mësoj fëmin me virtute. Fatkeqësisht sot prindit i mësojnë fëmijët e tyre si ata
të mbijetojnë duke gënjur, duke vjedhur, duke mashtruar. Dhe pastaj kur fëmijët rriten dhe fillojnë që bëjnë të këqija në jetën e tyre dhe kjo ka kosto, atëre prindrit shqetësohen. Ç'na u bë kështu fëmia? Po pse s'u bë fëmia kështu? Fëmia është shembulli i prindit, pasqyra e prindit. Fëmia imiton prindin që kur është foshnjë dhe derisa rritet. Madje thuhet që deri në moshën 7 vjeçe fëmia merr gjithçka. Dhe nëse deri në moshën 7 vjeçe dhe sot ka ulur deri në 5 vjeç se fëmijët dalin shumë të zhvilluar, atëre nëse e ke rritur shtrëmbër fëmin, që në atë moshë fëmia është vështirë të bëhet. Duhet një mrekulli nga Zoti. Si thot dikush, ma jep fëmin tënd deri në moshën 7 vjeçe dhe ti mere, ai fëmijë do mbetet prapë imi. Pra keni kujdes. Mos mendoni se janë foshnjë, mos mendoni se janë fëmijë dhe nuk din. Jo, ata shikojnë, dëgjojnë, mendojnë dhe përjetojnë dhe si them ata i incizojnë në mendjen e tyre, në trurin e tyre, në shpirtin e tyre dhe aty mbeten. Prandaj bëni kujdes që në moshën fëminore. Dhe aq më tepër kur fëmia është më i vetëdijshëm. Prindi duhet ta edukoj fëmin e vet. Prindi krishterë. Dhe mbi të gjitha me frikën e Perëndis. Frika e Perëndis është fillimi i diturisë. Po si mësove fëmijës që ka një Zot lart në qiell, që është dhe këtu në tokë dhe është i kudo ndodhur si ajri, që është i jashtë edhe brenda nesh, dhe që shikon, dhe që dëgjon, dhe që gjykon, dhe që bekon, por dhe që dënon, ti si ke mësuar fëmijës asgjë. Sa do edukat morale ti mësosh fëmijës. Fëmia prap do degradoj, sepse do të largohet syrit të prindit, do të largohet syrit të mësuesit, do të largohet syrit shoqërisë dhe do bëj në fshetësi në fillim të këqija. Pastaj do t'i bëj hapura kur të filloj të krijoj personalitetin e tij. Bëni kujdes në edukimin e fëmijëve, sepse një ditë Zoti do t'ju kërkojë llogari ju prindërve, juve dhe unë, se dhe unë prind jam. Çfarë bëre me fëmin tënd? Është e patolerueshme që prindër të krishterë nuk i kishërojnë fëmijët e tyre. Nuk i sjedhin kish, nuk i pagzojnë, nuk i kungojnë dhe çfarë presin nga fëmijët e tyre? Një ditë ai fëmia i tij do bëhet një bish, një përbindësh që do krihet kundër prindërve të vet. Dhe do t'ja u shkatrojë jetën e prindërve të vet, sepse atë që ke mbjellur, atë do korrësh. Në qoftë do mbjellësh grur, edhe në qoftë do dali prag gruri i egër, grur do mbetet. Po qoftë ti ke mbjellur egër dhe ferra, mos mendo se do korrësh grur. Pra, keni kujdes. Atë çfarë ne bëjmë te fëmijët, jo vetëm me fjalë, por me jetë. Shpeshherë neve dua t'i edukojmë fëmijët tonë, mos e bëj këtë, mos e bëj këtë, mos e bëj atë. Por në të kundërt ne bëjmë të këqija përpara fëmijëve tanë. Atëherë si presim ne që fëmijët tanë të bëjnë atë që themi ne, kur ne bëjmë të kundërtën? Ai thot, po kur ti tjera thua dhe tjera bën, çfarë pret nga mua? Atëherë kjo është një hipokrizi që patjetër që nesër do ketë një kosto, fëmia nuk do të bindet më, nuk do të dëgjojë më. Dhe bëni shumë kujdes, sepse vjen një moshë që kur fëmia fiton personalitetin e tij dhe rritet, shtrëmbët, është si ai dru i shtrëmbët që nuk e çati bësh më. Sa është filiz, i njom ti mund ta drejtosh. Por kur ai formon karakter, thash që nuk drejtohet më. Prandaj duhet ta ruash fëmin. Tregohet një histori se si një prift i thoshte një zonjë: "Çfarë bën me fëmin tënd? Pse nuk e sjell tu në kish?" Do rritet dhe ai si pemë të pyllit. Çfarë ti thoshte prifti? E la, por nuk zgjati shumë dhe fëmia u rrit dhe përfundoi në burg, sepse patjetër që ishte rritur si pemë të pyllit, pa edukim, pa moral, pa frikë Perëndie. Atëherë kjo grua i thot priftit: "Urat, kam problem me fëmin, nuk më dëgjon më." I tha prifti, si pema e pyllit. Fëmia nuk është pemë pylli që ti e lë të lirë dhe të bëj çfarë doj. Fëmin duhet ta edukosh. Çfarë bëhet me atë bimën e njom? Pse i vëjmë atë drurin? Që të rritet e drejt pra.
Kështu që fëmia do që në fëmijërinë e tij, ai duhet të ketë edukimin e prindit. Madje edhe qortimin e prindit. Se dalin sot disa psikologë modern, mos i qortoni fëmijët. Lejni të lirë fëmijët, të bëjnë çfarë duan fëmijët. Qa po krijohet? Rrugeçër që shajnë edhe prindrit e tyre. Dhe mirë ja u bëjnë, sepse kështu i lën. Jo, fëmia duhet qortuar. Ai që ja kursen thuprën fëmijës thot, e urren atë. Qortoj fëmijën kur e meriton qortimin, jo me inat, jo me hakmarrje, po ta qortosh për korrigjim. Kështu kanë vepruar prindrit motë e jetë. Po sot ky lloj liberalizmi çfarë po bën? Dëgjon fëmijët rrugës që shajnë gjëra që jo vetëm djem, po dhe vajza, që tik mendja e kokës, thot ku jemi këtu? Dhe pse ndodh kjo? Sepse fëmijët shohin prindrit që shajnë në shtëpinë e tyre, prandaj shajnë dhe ata jashtë shtëpisë. Dashur të krishterë, keni kujdes, të kemi kujdes për edukimin e fëmijëve. Dhe sidomos, në qoftë se fëmia mbetet pa pagzuar, është gjëja më tragjike dhe fatkeqësia më e madhe që mund të ndodhë një fëmijë. Përgjegjësinë për këtë do kenë prindrit. Sepse fëmia nuk merr dot vendime. Kur është fëmijë, është prindi i përgjegjës. Prandaj prindi do ta sjellë fëmin në kish. Dhe jo vetëm të vi vetëm, po ta marrë fëmin prej dore, ta marrë fëmin në krah e ta çojë në kish. Çdo të diel që aty të edukohet. Dhe në qoftë se prindi dështon në edukimin e fëmijëve, e merr përgjegjësinë Zoti. Si thoshte një grua Shën Porfirit. Urat, kam një shqetësim të madh. I flas fëmijës tim, por nuk më dëgjon. Tani unë edukoj, por ai del jashtë me shoqërinë e tij dhe shoqëria ma prish. Po miri, thot Shën Porfiri, po Perëndis i flet për fëmin? Po i flas ndonjëherë ta lutem. Jo, i tha, boll i fole fëmis. Tani do t'i lutesh Perëndis për fëmijën. Pra, kur neve përpiqemi të edukojmë fëmijët tanë, nuk mjafton vetëm t'i bëjmë edukat morale. Duhet t'i lutesh Zotit çdo ditë, çdo natë për fëmin tënd, që Zoti ta rregullojë atë që se bën do ti, kur ti nuk e shikon, kur nuk e dëgjon, kur është larg teje. Ose edhe kush të dëgjon, Perëndia ta korrigjoj. Dhe për hir të lutjes së prindrit, Perëndia vepron tek fëmia dhe nuk e lë të gabojë. Kjo pra është përgjegjësia. Po si presim ne fëmijët tanë të edukohen dhe të bëjmë progopi kur as i sjellim në kish, as lutemi për ata, as pyesim për ata, dhe pastaj presim që fëmijët na duan, na nderojnë, na respektojnë. E keni gabim. Fatkeqësinë do ta vuajnë vetë prindrit, pastaj edhe shoqëria. Dhe do ta mbyll me një histori të vërtetë. Në një qytet u kap një kriminal, u gjykua, u dënua me vdekje, sepse kishte bërë shumë krime, vjedhje, vrasje, përdhunime e gjitha. Dhe u bë, si them, edhe gjithë ajo biseda e gjithë qytetit. I kërkuan këtij kriminali që ishte në moshë të re, dëshirën tënde të fundit. Atëherë thonë, më sillni nënën time këtu. Ja sjellin nënën, edhe ai i thotë, nën, nxirë gjuhën. Ata ajo nxirë gjuhën. Dhe ky ja kafshon gjuhën. Gjithan mor kriminal. Edhe tani që je përpara vdekjes, edhe tani bën gjë më të shëmtuar, kafshon gjuhën e nënës tënde? Ai tha, prisni o njerëz. Kjo gjuhë më solli këtu. Sepse kjo gjuhë nuk më foli kur unë vidhja, kur sidhja gjëra në shtëpi, të vjedhura, kur unë shaja, kur unë bëja të këqija. Kjo nuk më qortoi dhe kjo gjuhë më solli këtu. Prandaj bëjmë kujdes të flasim, të qortojmë fëmijët tanë pa bërë gabimin. Se po e bën gabimin është shumë vështirë. Po edhe nëse gabuan, mos dëshpërohemi, të shkojmë tek Perëndia me lot e t'i themi Zotit, falna, nuk din, nuk arritëm do t'i edukojmë, të lutem më shiroj, kthej dhe shpëtoj ti. Dhe ai që është e pamundur për njerëzit, është e mundur për Perëndin. Amin.